Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori që vjen nga kryeqyteti, nga Tirana. Bëhet fjalë për Tefta Lamin, një 57 vjeçare, nëna e 2 vajzave, por që aktualisht jeton e vetme dhe duke sikur është braktisur nga të gjithë. Pas shumë viteve martesë, bashorti i saj e tradhtoi me komshin duke e divorcuar dhe u largua. Kjo 57 vjeçare ka marrë guximin të vinë në një studio televizive për të rrëfyer jetën e saj nga momenti që u martua dhe deri ditën e sotme që sigurisht ka ngelur vetëm dhe kërkon ndihmën e studios ton. Kështu që zonja Tefta Lami ndodhet me mua në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. A je mirë me shëndet? Gjithafit. Mirë me thonë, mirë. Ne jemi sot të dyja në këtë studio për të dëgjuar e dashur Tefta, besoj që ke bërë një jetë të vështirë. Shumë të vështirë. Dhe më vjen keq për atë që do dëgjoj ditën e sotme, por fillimisht më lejo të jap një material, një kronik që gazetarja jon Klaudia ka përgatitur për ju. Ajo ka qenë gjatë gjithë kohës në kontakt me ju dhe me sa mora vesh sot Klaudia ka marrë makinën, ka ardhur të ka marrë të shtëpia për të sjellë në ambientet e Report TV. Po, t'ishte për mua se kisha gjetë. Dhe e besoj dhe e falenderoj gazetaren time që e ka bërë këtë veprim me ju. Mirë, ndjekim materialin që ja kemi dedikuar pikërisht 57 vjeçares Tefta Lami dhe më pas rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e saj. Të jesh nën, bashkëshorte dhe grua në një shoqëri që shpesh vë në provë forcën e femrës është një përvojë e vështirë dhe Tefta, 57 vjeçe, është një shembull i kësaj sfide. Ajo martua në moshën 15 vjeçare, një moshë e re për të marrë një përgjegjësi të tillë. Bashkëshorti i saj, 17 vjeç, u dërgua ushtar pak pas martesës, duke e lënë Teftën vetëm me një foshnjë 13 muajsh. Në vitin 2010 jeta e saj mori një kthes të papritur. Nëna e re mësoi se bashkëshorti i saj e tradhtonte me komshien. Komshinët e tjerë i kishin dhënë lajmin, por ajo nuk e besonte derisa e vërteta doli në dritë. Zhgënjimi e çoi atë në një gjendje të rëndë psikologjike, duke detyruar të merrte ilaçe për të përballuar dhimbjen. 57 vjeçaria i ndaloi vajzat e saj të takonin babain, duke menduar se ishte e vetmja mënyrë për t'i mbrojtur ato nga dhimbja. Pas një viti e gjysmë, përkundër të gjitha pengesave, Tefta dhe ish bashkëshorti arritën të pajtohen, ai u rikthye në shtëpi, duke përpjekur të riparojë marrëdhënien e tyre. Megjithatë, gëzimi i rikthimit ishte i shkurtër, pasi pas disa muajsh, Tefta mësoi se ai vuante nga një sëmundje e rëndë. Tragjikisht, bashkëshorti ndoroi jetë në moshën 44 vjeçare, duke lënë pas vetëm kujtime dhe dhimbje. Sot, Tefta jeton e vetme në një shtëpi që është e shkatruar, por pavarësisht çdo gjëje, ajo mbetet një nënë e fortë dhe një grua që ka kaluar shumë. E dashur Tefta, nga kronika kuptova që bashkëshorti juaj Agroni është larguar nga kjo jetë. Po, me 8 mars 2012. Të vitit 2012 dhe ka qenë i ri, 44 vjeç. 24, me 26 mars kishte datëlindje mushin dhe. 26 mars. Kishte datëlindje. Ndërkohë që Regjiana ndihmoi me foton, ndoshta nuk bëj mirë që ta nxjerrin foton e tij. Jo, absolutisht burrime. Bo shumë mirë. Okej, vendosni ju. Shumë mirë. Por ajo që kuptova nga kronika është që ai të kishte tradhtuar, të kishte lënë, të kishte braktisur, kishte ikur me komshin dhe e more prap në shtëpi. E mora, hoqja divorcin unë. Se isha smur me gjergjëtësi, se pata ma me dashuri. Pse e fale tradhtim, pse e more në shtëpi? E fala se ishte baba 2 fëmijëve. Hoqja kurorën. Dhe vendose prap kurorën? Për i vit, asë vit e sa, e mora prap. Ja hoqja kurorën, kishte vuaja. Ja hoqja dhe me ata. Hoqja si motor, ku ka morë, ky ka qenë smur, unë nuk e dija. Ti e more në fund për t'i shërbyer? E mora për burë prap më. Po prap, a ishte në momentet e fundit të jetës së ti? Nuk e dija unë. Nuk e dije këtë gjë? Ja. Por gjithsesi Zoti ta bëft mbar se ti i shërbeve deri ditën e fundit. E kam gjitha detet e kam bon. E ke dashur? Po. Edhe pse të tradhtoi? E kam lënë dhe me gojë, ku des që do futëm kej. Ja ke falur gjithçka në këtë jetë? Gjithë, edhe pa vdek. Ma ka kërku Allah bin Allah. Se e martu shumë vogël të dy.
Dhe këtu ndalemi, ta nisim bashkë intervistën e Dashur Tefta. Ke qenë e re kur e njofe Agronin? Po, unë kisha vllajnë, ky nëse vllajt e kishe vetin. Jam martu me dashuri. Mund të më tregosh si e ke njohur Agronin? Ti ke qenë e re dhe ai iri, bashkëpunëtar keni qenë, me sa kuptoj nga. Ky vit e ke nëse vllajt, tu shkosh e ke vllajt. Dhe ai filloi të gacmoj. Ai filloi të gacmoj dhe ti e pëlqeve, le të themi. Po, pru babajnë, familjen, nuk pranoj familja ime. se nuk Po, pranoj. ateshme. Po, fukarej, kështu kishim perspektive. Familja e të ndjerit ka qenë i varfër, le të themi, dhe familja nuk kërkonte që Nuk donte. të ndodhte kjo martesë. Unë e mora. Ai të rëmbeu, i ke... Po. A, ke ikur pa dëshirën e Me 2 prindërve. shtator jam rëmbe. Ke fiksuar dhe datën mirë. Nga mesi shtatorta, nga fundi ka vu kurorën. Por si ndodhi, ti nuk i pyete prindër... 85-ës. Në 85, 2 shtator 1985. E dashuruar pas Agronit, që më pas u bë dhe babai i 2 vajzave të tua, ti ke nga shtëpia i të rëmbeu. Po nëna dhe babai si e pritën këtë, se besoj. Merdhen atje ke burri. Të falën. Lutë, më kanë rap. Të kanë rau. Po, edhe që një daj se për rap. Që pse ja bëre ashtu, pse ike. Se në ato kohë dhe para gjukoshin. A, pak të rrugë për para. Nga raca nonës. Po. Se babi a jardhën nga Vlora. Nga Vlora, babajnë e ka pasur Vlonjat. Po, nona nga Kamsa. Por si ata erdhën dhe të ranë të shtëpia e burrit? Po. Vjerri aty, burri aty, vjerri aty. Po, si reaguan njerëzit e shtëpis, vjerri? Folën fare. Nuk folën. Por që ndodhi më pas, besoj, ata të falën? Ja. Vetëm babi më ka thonë, që më ka gjut, babaj, vlaj dhe që një daj, nona dhe që një daj më ka gjut, babaj më ka thonë që mës të kaloj rrugën e Kamsës. Se do i qoj për të finë të dy. Ka qenë i rept. Lab, ka qenë i rept dhe... Por, si a zbute zëmrën babajt? Se i kam që që në të mingila shtadane shumë shpet. Po? Me vajzën e madhe. Po, sepse ti kishe një burrë dhe normalisht është normale. Motra madhe ndërhyvi ke babajt të zbut. Ka qenë motra e madhe? Unë jam e dyta. Ka qenë ajo që ka bërë ndërmjetën? E zbut i gjendjen që u bashko, u pajton. Nënat të kishte falur, le të themi. Nënat falin, pa babaj. Ka zemrën më të butë nënat. A i sa mos të kaloja një rrugën asije. Edhe ku u pajtova me familjen, isha 3 mushem. Shtatzën, me vajzën. Besoj që në momenti që ke shkuar të shtëpia e babait që e rikthyer pas 3 muajve, ke qenë më e lumtura. Pa lumtur. Dhe kështu marrëdhëniet vazhduan normalisht me babai, me nënën, me motrat dhe vëllezërit. Ndalemi tek familja Lami, aty ku ti shkove nuse. Ti jetoje vetëm me burrin apo edhe me vjerrin, vjerrën, me të gjithë njerëzit? Kanë qenë 3 çuna i vajzë. Pa martuar. Nga burri. Po, gjithë një, flasim për kunetrin dhe kunatën. Jo, kunati madh ishte i martu. Nuk ishte 7 vjetë, nuk ishte fëmijë. Nuk, punë të Allahut. E qartë. Ky oj dyti, burrim. Po. Motrën e ka në Gjermani. Vllai tjetër ka motrën time, dvogël. Po ju që keni bërë kështu. 2 motra. Nga që përqynë më morë motrën tjetër. Ma ta vitve. E kuptoj që ka ndodhur. Krushi pas krushi e u bot. Motrën e vogël, o dhe motrën tjetër. Pastaj... Por, ndalemi të këty, se ti shkove nuse për herë të parë, pastaj ka shkuar motra. Si të pritën si nuse? Mirë. Mirë pa fukare. Në ato vite, le të themi, gjithë Shqipëria ishte e varfër. Flasim për vitet e komunizmit. Kështu që... Varfëria ka qenë e madhe për të gjithë shqiptarët. Vuja shumë pasaj. Vjera punonte sanitare. Po. Vjeri punonte ke magazina të roje. Por ju nuk undat nga vjeri dhe vjera, apo qëndruar... 8 vjetë jo me vjerën. 8 vite ke qëndruar me vjerën, ke qenë një nuse mirë, besoj. Unë po. Edhe ajo ka qenë një... Duroja. Jo, vjera ishte i qikë, ka ndrujet, keqë më si di. Po unë duroja. Por pse, si sile e ndajteje që le të themi ti... Unë e vogël. Edhe nuk laja mirë me petë guri, me petë sapuni, që me të në sanë të jo. Pa i latë, pa gjo. Atërë s'kishte. Dhe të kritikonte? Më kritikonte, më bënte. Por besoj që ato kritika të kanë vletur në jetë. Ke qenë e vogël, le një mama, gjete një mama që të mësoj. Pa. Edhe pse nuk mund t'jesh ndjerë mirë. Pa. Por 8 vite ke jetuar me vjerin dhe me vjerën. Në hyrje. Në një hyrje. Kina qenë 3 çuna me hyrje.
Në ato kohë kështu kanë jetuar ngushtë dhe normalisht familjet e mëdhaja sjellin probleme, duam apo s'duam ta Dy zomat pranojmë. i kishte çuni madh i martu dhe unë. Nguzhin flete, 2 kunetrit, kunata, vjeri, vjera. Si ja dilin ato kohë? Se sot jetojmë vetëm me fëmijët dhe me burrin dhe na duket sikur ka shumë punë për të bërë. Po në ato kohë që jetoni ka qenë e vështirë, besoj. Se nuk ka patur as kushte. Si sot që ke lavatri, që ke gjithçka, vetëm me butona. Sot dhe prap gratë dhe nënat themi që jemi lodhemi gjithë ditën, por në ato kohë ju jeni lodhur vërtet shumë. Shumë. Me 5 guri më botë të gjak kjo dora. Kur fërkoje robat dhe... Sapus kisha i lartë, nuk kisha pita sapuni që meten sa ta ju kësë. Por mardhënja me burrin si ishte në ato 8 vite? Mirë. Ti e ke dashur? Mirë, edhe ai. Edhe ai të ka dashur sepse të mori me dashuri? Nuk ka trasu, ja. Në ato kohë flasim, nuk të ka trastuar, po. Dhe ti e ke dashur. Por pas 8 viteve e dashur tefta, ti undave nga vjeri dhe vjera. Po, me ekonomi. Po. Po në të njëjtën shtëpi jetonit? Po. Në të njëjtën shtëpi? Po. Por ndat ekonomin. Me ekonomi. Kjo gjë solli diçka pozitive në familjen tuaj? Jo, me dëshirën aty. Po unë buja prapë punë, kuzhinën, banjën, korridorin. Por pse ti gjithkohës sa vjeri dhe vjera u larguan nga kjo jetë, ti me ata ke jetuar? Në të njëjtën shtëpi? Jo. Isha veç, ku kanë trut jetën njëtë. Po pra, prandaj po të pyes. Kur undave përfundimisht nga familje burrit dhe... Ku shkova në ishtë shkolla komunale. Në 90-ën u hap rruga. Po, u hapën dhe kufin të letë, themi, po? Sala pru ato që ishin të internu ke komunalja. Po? Ca? E kuptoj, po? Dhe ju... Se e ka qenë shkolla komunale, shkollë. Që bëjshin këshu. Dhe në ato kohë dhe ju u zhvendosë zut një vënd aty, një banes, le të themi dhe... Aty në gjithë, dhe më thonë, pru ato jerë, që ishin... Të internuar, të viteve të komunizmit. Ata që mund të ju gjithë. Dhe ti more burrin dhe shkuat atje, le të themi, dhe bët shtëpin tuaj. Sot një jetë dhe 2 vajza. Vajza ka lindë e madhja ke palate. Tek vjeri dhe vjera. Ndërsa vajza e dytë ka lindur tek... Ka lindë ke... Po. Te shtëpia që morët më vonë. Por, si vazhdoj jetesa jote me burrin? Ti në atë kohë punoje, a i punonte? Jo. Pasi në demokracia, ku ma qunë ushtarë burrin mu. I nuk ishte bërë ushtrin. Unë më la me vajzën e madhe. 13 mushte. Ti më the mua që a i u martuat shumë të vejgjel. Pra i mbushi moshën dhe i ku ushtar. Ti kishe lindur vajzë në atë kohë? Po, 13 mushte. Dhe sa e bëri detyrimin ushtarak? Sa ishte në atë? 2 vjetë. 2 vite ushtria. E që unë në lushnje. Në parë gjenja. Si tanë. Po i bëshin tolerimi nga që ishte familjari. Ishte bërë baba dhe vinte, shpesher takonte. Vinte, pa. Po mirë, ato 2 vite, besoj kanë qenë vështira për ty, vetëm me vajzën? Pa, vështira. Nëna dhe baba jo të mbështesnin, se dhe ata në Tiranë jetonin? Pa, më mbështesin. Por, ju vazhduat jetesën të lumtur, çfarë ndodhi, do më thënë, kur ti zbulove tradhin, pas shumë viteve martes, vajzat ishin rritur... Pas viteve, vajzat ishin kanë punë vetë, tradhia ka qenë kështu. Dera ime tu, dera komshies tu. A i të ka tradhuar me komshin? Pa, liri e vathi, komunale, jetonim. Ndoshta emrin e saj bëj mirë mos ta përmend? Jo, se kam frikë, jo. Mirë, ju nuk e keni frikë, besoj juve ju ka dëmtuar në një farë mënyre. Por që, po, çfarë ndodhi me komshien? Kaloshin shumë mirë. Ti e kishe shoqe atë? Po. Komshie? Ishte kafe, musha ujnë, se po në të ke tregush ishte roba. Shkoje në shpinë e saj, pije kafe, a vinte shtëpinë tënde? Ditë ke mu, ishim diqim mip të ipsha, kalot e mirë. Është shokuse, të mori burrin pastaj. Dite me burrin, pite kafe, i 2 3 fillun afrimiteti. Tjertë po kuptojshin, motrat që jetojshin atë e kuptun, më thanë në tefë që shumë goni dilme. A për kafe, se s'kishte burla. Ajo ishte divorcuar? Andame ku? E ndarë nga burri. Por, kur njerëzit po të thoshin që burri po del shumë për kafe me komshien, ti nuk i besoje? Jo. Pse vije dorën në zjarë për atë zonë? Për kafe, ashtu me burrata për kafe, s'kan gjenë për burrin ti ma ka tjerë, kështu. Nuk e besoje? Jo. Pa me sytemi, ja. Me thëmë, ja. Kalun që mund,
pas ca gjëra që nuk më pëlqyen. Kur themi Filloi ftofja nga mua. Unë isha smun atë kohë, po, e kuptote, se s'du të thënë. e qartë, probleme shëndetësore që kishe, po? Isha smun. Po, nga që pisha ilaçe, mori otonitet trupi shumë. E qartë, Më kupton? po? Edhe Ti arrite të kuptoje çfarë, disa gjëra më thënë nuk më... ruta. Por çfarë kuptove ti që nuk të pëlqyen disa gjëra që fillove ta ruaje burrin? Po nuk më pyste. Iktin trekaja, e një motate. Nuk bite më lekë shpi, e bote punë zezë. Po note kështu kujtë. Pra, marrëdhënia juaj filloi të ftohej dhe gjërat të ndryshonin. Ndryshon. Dhe ti vendose ta ruaje burrin. E ruta. Si e ruajte burrin? E ruta e kapa. Kur themi Në orën 1 natës ke dhoma saj. si ai u ngrit nga kreu. Nuk piva ilaçe, se unë me ilaçe pesë. E qartë, ti ke qenë e sëmur, por falë Zotit je mirë tani. Dhe dua të të uroj jetë dhe shëndet dhe mos pas asgjë të keqe, dashur Tefta. Por si, ti në orën 1 të natës u ngrite dhe nuk e gjete në krevat? Pa. E rënd. A pa derën? Jo, e pa qyrë keja, e më gjova. Bëra si ku gjumë. E qartë. A i kuptoj se Ti isha në gjumë. s'ni isha më, në topat. O, hyni, hapi derën, hapi, hyni. Unë ula në divan, në menova e qatë bëj. Menova e. E fort e Qita qartë. dhe divajza. Qatë bëj, qatë bëj, qatë bëj, qatë bëj. Ma një mu këmë shqitë. Nuk vajte i trokite në derë? Jo, fare. Fare. Po, shkova ke këmshia. O mos dhe thash të punë, njërës. Ikve vë të laqë. I erdi burë sa, se ka lokal. Në ato, 12-12. I tha burë dhe shumë e tetës, do po që që asë. Ma mori me ma në vërim se kire shumë respekt për mu. Unë zdoja. Më qoj ke dhe ma vetë nga fundi, myllu dhe në koridorit. Ka tret. La moja te doli shpejt, mori putë kishte ikaj. Kja hapi derë. Kja. Këmë zori ky, ishim bë ma në vrimet. A ju këthyë në shtëpi? Jo, iku. Dhe nuk erdi më në shtëpi? Iku ke në vetë. Atë natë, iku ke në vetë. E qartë, pra komshia të kanë ndihmuar që ti mos shkoje skenën. Skandal. E qartë, mos shkoje skenën kur ai të dilte nga shtëpia e saj, se ishin dyert përballë me njëra tjetrën. Ja thash tuk puna. Lete si se më. Por çfarë ndodhi më pas, e dashur Tefta? Ti ngele me 2 vajzat, ai iku tek nëna. Jo, vajza madhe ishe martume. Vajza ka qenë e martuar. Pa. Por ai iku te nëna, qëndroi te nëna. Atë natë, po. Po më pas u kthye? Ke mu ja. Por ai si e vazhdoi jetën, i ndjeri? Neti na 2 muaj aty. Dhe nëna e me vet. qera. Jo, ke kjo. Si erdhi komshi me ty? Po. Filloi jetesën me zonjën. Po. Po kur hapi ti derën dhe shkëmbeheshit? Qatë bëjo? Por pas asaj tradhtie që ti e kape në orën 1 të natës, ti nuk u përballe asnjëherë me burrin tënd, nuk u përballe për U përballa, ma te me burrin. Se shumë. nuk të kërkoj as falje, as gjë? Jo. Iku me qera nga aty. Iken 8 muaj me qera. Pra, qëndroi 2 muaj afër, e pa që ishte e vështirë të jetonte aty dhe u largua Iku 8 me zonjën në fjalë. Me qera, po. Po notëm atë ke pesa me roba. Shqyqër në roba. Por si vazhdoi jeta jote në atë kohë? Besoj kanë qenë vitet më të vështira. Shumë vështira. Vinte i takonte fëmijët ose fliste me vajzat e veta? Jo. Babaj? Jo. Po Nuk e vajzë. lete kjo. Nuk e lete. Nuk e linte, as të fliste me vajzat. As me një. Mirë me ty. As me kumshitje. Tu i tako të rrugës. Nuk e lente. Por vajzat nuk e kërkoni babajnë të fliste me babajnë e tyre? E kërkojshin. Por nuk i desha. Pastaj unë fillova divorcin e ndava. Por, do ma tërgosh dhe divorcin, por pse vajzat nuk i le? Aj shumë të lëndoj sa pengove dhe vajzat? I në trova numër vajzat. Në fakt tuk e gabuar pak. Jo, nuk. Se ndoshta Tefta Indjeri Agroni
gaboj, të tradhtoj ty, dhe gabimet një dit i lajnë të gjithë njerëzit, vajzat ishin të pafajshme, si që të kanë ty nën, kanë edhe atë baba. Kështu mendove në ato kohë. Por më pas ato rilidhën kontakte me babajnë. Me ata po. Sa vite qëndroja i me këtë zonjë? Po, ku ty pra shumë shpet. Rreth një E vit. vite sa, Se me 8 mars 2012 në dzikë e ndërjet. E qartë, por ti me njerë ju dërtove gjukatës të bëhe divorcin. Pa. Mena 2 muajve unë divorcin. Pra në ato momente ti nuk doje as ta fali, as gjithë, Jo. ti jepje fund gjithë shkaje. Kam qenë pa ditë. E qartë, si e pritja i divorcin? Nuk ka ardhë. Nuk o parë që ta se e në gjukatë. 3 herë. Në gjyqën 3 të morë vendimi. Dhe u divorcove. Pa, edhe vendimi kini. Çfarë ndodhi më pas? Se Vukurora jo, prije me këte. pas divorcit Sa u që vuaja. u martua direkt me burrin tënd. Kishte vuaja. A ka më vesh mrapa që ka vuaja. Por Po kishte pyta jo dhe kishte vu. Por si vazhdoi jeta jote? Do si e riktheve ti burrin në shtëpi? U ndave, të tradhtoje, divorcove, ligjërisht, si e riktheve në shtëpi? Ma prekshë shumë vajzët. O ma, se po fillote po u të pësante kjo. E u bo pish më mrapa. U bë pishman që, Pa, ma ka thonë, ka mora. por pse nuk... Që Ai u dashurua me një grua që ajo nuk e trajtoi mirë dhe qëndruan shumë pak me njëri e tjetrin. shfrytëzote. E shfrytëzonte për punë. Unë e lash kastile, e ndava, ta shikonte kush e do më shumë, unë apo ajo. Ajo arriti që e futin dhe. Por pse u ndai me atë? Do më çfarë ndodhi? E mora unë, mëj. Po si e more? Si Me e tha- dhunë, si më mori, e mora. Po, Tefta, si me dhunë, vajte i the do vish tek mua? po. I vajte në shtëpi. Po ishte bo pishmon kë. E pra, le të Kishin themi, bo lafe, këto ishin zi, që shkuke në në vetë, ati kishe motrë, no? se kishte vajtur motra juaj nusen E martu me vajnë e e agronit. Më lërë motra mu, se ma isha me ofert kastile. Por ti brenda vete se doje. E doja. Edhe pse ai të kishte E tradhtuar. doja, unë kom qenë elmove të pive e leqët. Mos i themi këto gjëra transmetim dhe falë Zotit je një grua e fortë, ja ke dal. Nuk të paragjykon askush për atë që ke bërë. E ke dashur, e ke pranuar. Motra të njoftoi që ka ardhur agroni këtu. Po tha, është pak i gritës këto. Më të ka bo lafe ma të e thashëm. Pra ai jetonte me grua tjetër, ti prap të vinte keq. Që A ditë për që kishin bo lafe, Po. që shkuke në në vetë. Po. Motra shep, shumë të mërzitur dhe të gritësur. me shenja në fytyrë. Kishin bo lafe ke të shqit roba, pazar. Po. Unë thash, ajo nuk i folte për atën tim. A ti folte, motra ime ja. E qartë. Se Motra ma të pajnë, mu vlaj ma të nga vlaj. Keqen motra e ota për atërën tim që e qik telefon. Nuk folë që. Disa mori atë. Ja që ajo, tha, na, kusho, të do pak të eftë. E mori. Alo, me gjuzoni. Alo, thash, që ke? Ke bëllafe? Më thuj të vërtetën, thash, ke bëllafe? Kush ka grisë? Po jo, Aniti. Fike telefonin dhe po të mori ajo telefonit tjerë t'i fikë. Dhe nuk ke për televizja në ajote, se çdo gjë i rregullove gjërat. Mëse nis, e nisi do gjë ti Belani thash. Dhe Se vajte, merta prap. pra ta kishin bërë sherr dhe ai ishte larguar, le të themi. Kishin konflikte Se me leta, njëri tjetrin. merta prap. Dhe ti çfarë bëre? Vajte tek i zhvjerra të shtëpia atje dhe Jo, mori. mu, atë notë jo. Po. Prita atë ku erdhit nesme nga puna, nga tregu, sa të notë edhe e se erdhi aty. Po. Ta nesme ku erdhi nga tregu, i në rrafë. Si e një rau? Pa floksh, me grushta. Me nusen e dy. Me atë pra. Të ndodhi në rrugë? I dhash urdhën, fik telefonin, ishe qa të amorte. E fiku kë. Ishe ti ajo që e godite e para, besoj. Pa normale, unë atë pa pritësha, buke dhere. Pra sherri ndodhi në rrugë. Jo, kërja. Te hyrja, le të themi jo në Balë për balë banes. dherës. Thale, nuk ke punë mo me agron, bje kartën e burë tu. Ta japë,
s'kam nevojë se i bëj tjetër për 2 ditë. Ma e thash, pi i lëngur. Edhe nëse merë ma në telefon, goni, thash, se do gjë, ka 3 do të atë por, do të atë kallut në dinamishë, thash. Por Agroni ishte vetë aty kur ti... Ke nëna vetë pra. E dëgjoj sherrin dhe... Jo. Dhe ajo iku. Ti e rave atë ditë edhe iku. Në dhin darë ki ke punë. Po. Prita, mas dite ku erdi ke puna. U bo kjo gjest me te. Po. Iku atë natë kjo rëpë të vetë. Mora në telefon. Motën se kjo e ma që fikse se e matë. Thash, thuj gonë 3 aty. Nese, thash, vike shkolla bashkume, ke kafja, fillon dhe në presu, pimi kafe. Edhe, po i kishte ju frikën palë nga jo. E kishte shfryzu shumë. Pa hongër, pa pi, pa Dhe ti pive kafe me ish burin tënë, se ishe ndarë, dhe vendose që ta merje në shtëpi. Po, më. E mori në shtëpi dhe a i të kërkoj falje. Jo, falje normali që më ka kërku, po nuk e dje që o smuri, në ratë parë. Se po ta dje që ishte sëmur nuk do ta merje? Do ta merja, po do ta merja më shpejt. E qartë, kuptova, ndaj ta bëra këtë pyetje. Pra, a ishte dopsuar se ishte shfaqur po sëmurja në të trup? gjithë. Por, si ka qënë ajo ditë kur ti e more në shtëpi dhe si të kërkoj falje i ndjeri? E mora, i bliva gjithë robot. Qa robot s'kish ka e se e mora. Ja bliva vetë gjithë 3. Sa shumë e pas ke dashur. Dhe mbjen kesh është larguar nga kjo jetë dhe të kalën vetëm. Edhe temperatura për jute, 37 gjysë, nuk më pëlqeu temperatura. Me çfarë sëmundje u diagnostikua? Me kancer mushkëri. Me kancer mushkëri dhe sa i ri në moshë për të larguar, ka qenë vetëm 44 vjeç. Por ai që kur eri te shtëpia jote, le të themi të kërkoj falje dhe ju e nisët jetesën bashkë. Jo, është koha e bëra, thash, o gonë kjo temperaturë nuk më pëlqeu. 37. Pra ai erdhi i sëmur në shtëpinë tënde? Po. Nuk më pëlqeu, thash. Do që teta të bëj një grafi. E qava po në grafin të këtë gjyshi. Më thiri mu, qa ke burë, thash. A kam mundësi, tha. Sa më shpejt sanatarium, sa në gjendit kritike. Se thash ka në efto fjetërën, ka ishtë dytë, tha. Ishte vitiri. Një javë parë vitiri. E kam qunë sanatarium. Qa vitiri e kam bo mata. Qëtë mikë me datë një. Vetëm një mikroe ishte. Nga momenti që u diagnostikua me sëmundjen e rëndë, edhe sa jetoj Agroni? 3 muaj. Pra, ti në momenti që e mori në shtëpi burin, a i vetëm 3 muaj jetoj? Po nuk e martë aty, ke në vetë. E kisha më kushtë aty, më zire. E qove të nëna e ti dhe aty i shërbeje. Aty. Ato kanë qenë 3 muajt e fundit, ndarja, le temi mes te dhe Agronit, për ta... Ishte kuror më atë. Ishte se morë, që te bërë. Nuk i dite shpirti pa e kurorë më atë. Jam eksi motor, kam bo një prokur ke gjukata, 60 lek, kam që gjithë dokumentat. Ke bëra biopsin privati 100.000 lek e gjitha, doli femër, sa ta zesta. Nuk i bëjmë asë ndëryrë, thënë doktor, so faza funit. E qartë, nuk i shpëton të do. Vetëm në fini bëjshim e qëtësuse për më shkryt. E qartë, është të kuptoshme, po? Në gjukata me kësi motor, kam bo një përkur, që me lete gjithë sa më shpejt të heksha. I ke bërë dhe këto, Me 10 shkurt, ka me kurorë, të shitha shkesi zezë tata prapë, më kapi të puthi, me 8 marsë në drëjetë. Dhe i parruar qoftë. 8 marsin e këti viti, janë bërsh plot vite që a i është larguar nga ty. Te kam bo, jam e kësi motor. Por jam e sigur që dhe a i të ka dashur, për po se gaboj. Po, më ka thonë, nuk kam qenë gonë jo 3 muaj në trunin tim. Mëra pa i kom ramurit me kokë që kam bo, që shkatrova familje. A do më bësh halal, që të kam bo. Halal e kemë, pa falgujot i kinerë më. Halal e ke. Ti ja fale. Po.
që ai të shkonte i qetë në botën e përtejme. Dhe besoj që... Unë i bëra pasaj gjithë manovrimet dhe arrimet e gjërat e varrin, në gjithë. Ish gruaja nuk u paraqit më. Jo. Ishe ti ajo që e përcolle në banesën e fundit. Unë. E din gjithë. Nga momenti që Agroni u largua nga kjo jetë, vajzat pan jetën e tyre, ti nuk do t'i përmendër sot vajzat. Jo, fare, vetë për jetën ty. Ato nuk duan të keni një kujdesje për ju, nuk do t'i përmendim dhe shëdreta juaj, ti ngele e vetme, u riktheve të shtëpia jote. Pa mush 20, se ne kina 7, 20, kina 10, te dhe. Të gjithë shqiptarët i kanë. Kam yp taksist, ka shumë komunale. Nuk ndodhi, aty ndodhi motra saj aty. Thashëm gjë. Pas nesë më mush burri 20. Mas 2 ditë më ke këtu. Erdha e gjeta këtu për balë derës time, është e eliminume. Pse ajo u kthye, se ishte komshia jote. U rikthye të shtëpia e saj ajo. Dhoma ime, dhoma saj. E qartë, e kuptova. O të hiki ka këtu, ose të bëjnë e dërman. Se kam thonë jetës hik. Për 2 ditë, pa hiku, kishte hik. Ku kam shku mas 20-ave, nuk e kam... Nuk e ke gjetur aty. Ja, kam gjetur. Ju riktheve në dhomën tënde, në shtëpinë tënde e vetme. Kërja me burri. Por jeta u bë me vështirë për ty. Humbja e Agronit ti e ke përjetuar shumë. Normal. Këtë gjë. Ka qenë e vështirë sepse nuk e pasur dhe një ekonomi të mirë. Ja. Si është sot jeta jote e dashur Tefta? Shumë keq. Tërmeti na shkatëroi fare. I viti 2019. Nëntori viti 2019, ato banesa kanë qenë të vjetra, le të themi, të kohës së komunizmit që ju i rikthyet në shtëpi. Ka qenë më vu. Po, në vite shumë përpara. Disa erdhën punë ato, policie bashkiake, erdhën kurat tërmeti që doli e pabanushme, na çun ke sociali. Po. Një mu, disa na dhanë bonus 180 lekë. 180.000 lekë. Për qëra, ti ke marrë një shtëpi me qëra që të... Mesha, kom du 7 shtëpia. 7, i dhëm pa kushte, i dhëm me kushte, i dhëm këshu, i dhëm ashu. Këtë bësha? Por, ju keni pension, keni dalë pension? Jo, besoj. Dola. Ke dalë? Po ku dola që më nëzori Irena, po në 3 vjetë pasur i shtetit, ra demokracia u shumë dërmarjet, 3 vjetë punë e kisha. Po jam i valite punë me librez. Me librez. Pra, merë një disa të ardhura në muaj. 130.000 lekë. Këto janë atë ardhuat e të vjetra. 130.000 lekë të vjetra. Shumë e cila nuk të dele, sigurt. As për drita, as për ujë dhe jo për ushqim. Llogarit e vetim. Ju e keni menduar, po ta bëj si pyetje, pa u lënduar dhe u ofenduar. E keni menduar që në kushtet në cilat ndodhesh, je e ve, ke humbur bashkëshortin, 2 vajza që nuk e kthejnë më kokën pas në Shqipëri. Ka një të vetë. E ke menduar të shkosh në një stres, në një shtëpi të moshuari? Jo, s'duhet më shumë. Pse të shkoj më shumë? Pse brez juaj e ka kaq frikë? Ratër meti. Azilin, e keni kaq frikë të shkoni në azil? Jo, s'duj azilu. Ratër meti, më dhanë bonusin, si gjithë. Po, bonusin e qëras? Mesha një dhomë me qëra, jetoja. E prenë bonusin, para, se ka 6 vjetë që ka rata. E qartë, po? 5 muaj, ngela. Por, sot ku jeton? Me qëra. Po, qëran kush ta paguan? Ma lidhen për prit. Ta lidhen prapë? Bashkia, po? Dhe falenderoj shumë këtë shoqatën, visje që në emin me avukat. Edhe unë i falenderoj gjithë njerëzit që bëjnë të lloj ndihme sa për njerëzit nevojë. Me live-a, me internet, të më gjergjonët, dokumentat. Të kanë ndihmuar. Shumë, i falenderoj. Por, sot ti e dashur Tefta, çfarë kërkon? Unë kërkoj shtëpinë. Kërkon nga shteti një shtëpi. Bëra dokumentat përke... Po kur u bën ndarja e shtëpive të ndihmës sociale, ndarja e banesave... E bom ke i se një që pa i dërzumë. Me 9 janar... Nuk përfitove një shtëpi në ato kohë? Ja, merdi oke, ja. Se s'ke për i letër. Për shkak të dokumentave? Për një letër. Po unë i qova para kohë, me 9 janar. Dhe i shkurt kisha patë. Por përveç shtëpis që sot ta paguajnë e dashur Tefta, se të kanë ndihmuar atë qëran. S'ka rësi, më nimon qunë një gocëm.
Po, jo, nuk po flas këtu. Nëse mund vide i rrimë. Po, nuk po flas këtu. Gjithë problemi është që ti trajtohesh me një kemp që është qesharak që ty së del edhe për ushqime, për ilaçe, për vizita, për gjithë shka. Çfarë të kanë thënë institucionet? Nësi e ka sa si gjë. Si asnjë gjë, U pre bonusi u dola me lip se më zorri për nari jashtë, banese. Do të qeran. Dola me lip, eri policia bashkiake, lamunje sin 4, jo po 3-4 herë. Që morën masa dhe të dhanë Që u lit bonusi. i qeras. Më një moj kyshe, që atë shumë me dokumentet, me avokatin, që u lit bonusi. Por shtëpia që jeton është paktë në kushte të mira, kjo që keni marrë me qera? Të mira, mirë jam. Që ti jetosh mirë, të bësh një jetë të shëndetshme. Jo, mirë, jo. Jo, po mirë. Për dhe se mirë, hajtë. Unë uroj dhe shpresoj që njësia nëmër 4 të na ndjeki në këto momente, është fatale nëse ta presin sërish bonusin e qeras. Nuk ka fajta. Sepse, jo, po kush e ka fajt? Jo, pre gjithë. Po, faja një institucioni shteti e ka. Nuk e di. Një nën, një grua e ve, një nën e vetme nuk mund të lihet në rrugë, të lypi dhe të plej jashtë. Prandaj janë institucionet, prandaj janë bashkit në përqytetet, të marrin masa për ta njerëz. Ka vetëm 16 veta, qa të ardhë nga Vlora, mapa shumë vitve që kanë ardhë. Fate atyne, nuk kam i natë. E qartë, e kuptoj. Kuptoj? E dashur Devta, ne jemi të dyja këtu në transmetim dhe për... Dokumentet i kam tu. Dhe jam e sigurt që i ke sjell me vete. Ne ishim të dyja këtu në këtë transmetim, ju rrëfyet jetën tuaj, një jetë të vështirë, por më vjen keq për atë që dëgjova ditën e sotme, më vjen keq që ke ngelur vetëm dhe kërkon ndihmë. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet nga studio e emisionit Pa Gjurmë, të ketë plot njerëz që të ndihmojnë dhe mbi të gjitha institucione shtetërore, dhe unë sa herë thirrjen e bëj për institucione shtetërore, ato të cilat e kanë përgjegjësinë për qytetarët e këtij vendi, të ndihmojnë dhe sidomos për nëna, për gra, që kanë humbur bashortët nga kjo jetë, kanë ngelur të vetme, të marrin masa për t'i ndihmuar. Por, po patjetër. Erdhi Edi Rama në ligj. Por unë nuk dua të hyj politikës. Jo, futa librezat, që doli urdhë për dritat që fillon të i la. Po, e qartë. Komunale, se nuk i lajshin. Po. Ga 25.000. 2 libreza marova ga 25.000. Pastaj doli urdhë kushoj valite 12.000. Fillova me 12.000. Ja kam thur gjithë e në listu, ishte në bashkia të herë. Ma ka këthy 2 përgjigje, i ke këtu përgjigje. Por, do t'i lexoj me vëmendje. E dashur Tefta, dua ta mbyll me një mesazh. Një mesazh që ti i drejtohesh institucioneve që janë duke na ndjekur. Çfarë do i thuash ditën e sotme, se ti ke ardhur me një qëllim në studio? Po. Kush është qëllimi juaj? Qëllimi me unë për shtëpi, du shtëpi. Ti kërkon një banes nga bashkia e Tiranës, sepse je në situatë të vështirë. Shtëpi. Mirë, unë të falenderoj që të pata në studio, ne do metemi bashkë të dyja në kontakt, ne do bëjmë të pamundrën për të ndihmuar dhe të uroj jetë dhe shëndet. Rrafsha deta, po bëj diçka për mu. Për shtëpi. Do metemi kontakt. Ja fjalën që çfarë unë kam në dorë, do t'a bëj për ty. Faleminderit. Po, pate pak më shirë për mu. Vetëm shpidu. Se jam e fuqishme, jam. Kam të negocë, ishe 2 vjeqë, por no, e pagu dhaj, s'to problem. U bëft me mira, e dashur Tefta, u bëft me mira. Mirë, me historinë e Tefta Lami, dashur miq, të kësaj 57 vjeçare, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar në këtë momente me historinë e Erges Rapa, një 31 vjeçar nga Tepelena, i cili fatkeqësisht figuron i humbur për familjen e tij që prej 23 janarit të vitit 2016. Regjia na ndihmoi me foton e 31 vjeçarit Erges Rapa, një histori e trishtë që babai i tij ka denoncuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi në 22 janar të vitit 2016 Erges Rapa, i në atë kohë 22 vjeç, la qelin e burgut, fitoi lirin dhe u kthye në banesë. Ka qëndruar vetëm një natë në banesën e tij dhe ditën tjetër, më 23 janar, është larguar
dhe nga i moment familja nuk ka as informacion për Ergest Rapaj. Ne e sillim në fokus ditën e sotme gjithnjë me shpresën që të gjithë ata që janë duke na ndjekur mund të na ndihmojnë me informacione dhe dua të përsëris kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, kur redaksia e emisionit pa gjurmë ju përgjigjet çdo lloj thirrje apo mesazhi që ju dërgoni, por mund të na shkruani mesazhe edhe në rrjetin ton social në Facebook pa gjurmë Report TV. Por kush është historia e Ergest Rapaj dhe çfarë dyshon babai i tij? Ndjekim të material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Dhjetor 2015. Ergest Rapaj fiton më në fund lirin pas 4 viteve izolim në qeli dhe lumturia në familjen e tij në Tepelen ishte e madhe, i lirë dhe i riedukuar për gabimet e moshës. Askush nuk do ta kishte menduar se një muaj më pas i riu do të shtukej në rrethana misterioze. Ishte kjo zile telefoni që e nxori nxitim thi nga shtëpia dhe prej atij momenti nëna me babai nuk e panë më. Ergest Rapaj kishte dalë në oborrin e shtëpisë ku po konsumonte i vetëm kafen e mëngjesit, ndërsa nëna e tij kujtime ndodhej brenda në banesë. Ajo e kujton fare mirë atë ditë teksa ishte duke gatuar, dëgjonte shpesh zile dhe të birin që fliste në telefon. Ende nuk ishte çmallur dhe nëna nuk donte ta mërziste për telefonatat anonime, pasi 31 vjeçari mbante plot të fshehta në jetën e tij. Familjarët bën denoncim në polici pasi dyshonin se largimi mund të kishte lidhje me qëndrimin 4 vite në burg. Frika e babait ishte e madhe, pasi i biri më parë ishte marrë me shpërndarje të lëndëve narkotike dhe shpesh ishte edhe përdorues i tyre. Para arrestimit, Ergest Rapaj kërkoi nga policia dhe strehëzën e kishte gjetur në Greqi, derisa uniformat blu ra në gjurmët e tij. Astriti babai mësoi se nga burgu ai kishte dalë vetëm, por gjatë izolimit kishte tentuar të arratisej. Ky nuk do të ishte informacioni i fundit që familjarët do dëgjonin, pasi 2 vite pas largimit, një i afërm e ka takuar të riun në qytetin e Fierit, ku ishte në shoqërinë e 2 djemve dhe një vajze të posënjëjtës moshë. Sot kanë kaluar plot vite dhe Astriti me kujtimen as nuk e kanë parë dhe as nuk i kanë dëgjuar zërin djalit të tyre. Kjo është historia e Ergest Rapaj, dashur miq, 31 vjeçari nga Tepelena, i cili figuron i humbur për familjarët e tij përpara 6 viteve, e theksoi konkretisht në 23 janar të vitit 2016 dhe drejtimi ngelet ende i paditur. Kështu që ju bëj thirrje, kushdo që ka informacion për Ergest Rapaj është i lutur të lidhet me redaksin ton, qoftë dhe anonim, dhe pse familja dyshon se ndoshta diçka kur djali i tyre Irina të kohë vetëm 22 vjeç në burg ku kryente dënimin mund të jetë lidhur me persona dhe është larguar dhe mund të ketë patur një plan, por e vërteta ende nuk dihet. Unë uroj dhe shpresoj që mos ke ndodhur asgjë me fatin e 31 vjeçarit sot Ergest Rapaj nga Tepelena. Mirë dashur miq, do shkëputemi në këto momente për një tjetër klip. Dua të prezantoj një suplement ushqimor që quhet Prostatol, i cili në funksionimin dhe problemet e prostatës. Njuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi sërish bashkë live për të prezantuar pasaportën e fundit për ditën e sotme. Do të jemi në kërkim të Alban Arifit, një 47 vjeçar nga Korça, i cili ka humbur kontaktet me familjen e tij në vitin e largët 1996, konkretisht në 25 shtator. Ka kaluar 29 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Alban Arifit. Nëna dhe babai i tij kanë qenë shpesh në studion e emisionit pa gjurmë, kanë treguar historinë e të birit, si kanë humbur kontaktet me Albanin e tyre 18 vjeç në atë kohë, dhe nëse ai ndodhet diku, nuk i ka ndodhur diçka e keqe me fatin e tij, i bie të jetë plot 47 vjeç. Njihuni me kronikën që kemi përgatitur për Alban Arifin dhe rikthehemi në studio.
fillon punë në një hotel në qendër të qytetit si pastrues. Rastësisht takohet me një kushëri të tij, Muhametin, dhe mikun e tij me profesion gazetar Ismailin. Në shtator të vitit 1996, Albani së bashku me Gertin dhe Jovanin vendosën që të shkonin në Kret, vetëm njëri nga shokët arriti të kalojë, ndërsa Albani dhe Jovani u kthyen sërish në Pire. Një javë më vonë, Jovani telefonon Albanin dhe e lën të takohen në port për të tentuar që të shkojnë sërish drejt Kretës. Albani atë ditë largohet nga shtëpia e kushëririt të tij Muhamet, mirë po, ai nuk u takua me shokun e tij Jovan atë ditë. Familja ka bërë kërkime për të rënë në gjurmë të 47 vjeçarit. Ata kanë bërë edhe një denoncim në policinë helene dhe atë shqiptare. Albani ishte djali i shkathët dhe gjithmonë e kishte shprehur dëshirë në familje për t'u larguar jashtë Shqipërisë. Ai zotronte në mënyrë të shkëlqyer gjuhën greke dhe atë ruse. Në shtetin helen, Albani njihej edhe me emrin Panajot Strasi. Kjo është historia e Alban Arifi, dashur miq, kështu ai ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët e tij në qytetin e Korçës. Ju bëj thirrje edhe për Albanin, kushdo që ka informacion është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë. Mirë, me foton dhe pasaportën e Alban Arifit ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do i takohemi sërish, ju e dini, pa gjurmë vjen çdo ditë live nga Hana të Premte, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Mirupafshim.